Po, faleminderit shumë. Në vitin 2024, me 7 mars, gjithsesi me 7 mars jam zgjedh antar i Këshillit Prokurorial, mirë po se si ka ardhur deri te zgjedhja ime, ose më mirë me thonë se si kom vendosur ta sfidoj veten në këtë pozicion, ka qenë pikërisht fakti se nëse mbaj mend mirë në atë kohë, ka qenë dikon hera e 7 apo e 8, mos edhe më shumë, që ka dështoj ke konkursi për zgjedhjen e antarit të Këshillit Ngrohtë të Shoqërisë Civile. Do thotë, fakt ky që tani më bën të mendoj ndryshe, sepse shihej që edhe në atë kohë ka pas hezitime nga përfaqësues shoqërisë civile për me hyrë në këtë sfidë, sepse vërtet në Këshill edhe e kaluara ka treguar që Këshilli nuk e duron shumë prezencën e shoqërisë civile, sidomos kur e ka brenda. Fakt që është konfirmuar edhe me shkarkimin atë kohë të kundërlidhshëm të zotit Muçaj nga kjo pozitë dhe sfidave që ai në atë kohë kishte kaluar në Këshill. Kanë qenë pikërisht këto çështje të cilat më kanë bërë të vendosi që unë të hiq kësaj sfide profesionale gjithmonë, për faktin se kisha 15 vite provoj punën në Komisionin e Ligjeve në Parlament dhe rrjedhimisht kisha kontakte të jashtëzakonshme shumë të mira me organizatat e shoqërisë civile, gjë që për mua ishte shumë e lehtë të kem mbështetjen e organizatave sepse njihesha me shumicën prej tyre. Andaj dhe vendosa të hyj garës, të cilën garë e kam arrit me shumë sukses, falë mbështetjes normalisht të organizatave kredibile të shoqërisë civile dhe mbështetjes e vazhdueshme që e kam pas nga ata. Dhe pas këtij procesi, definitivisht vendosa që ta sfidoj veten që për të qenë pjesë e Këshillit, ndonse në momentin e zgjedhjes nuk u pranova lehtësisht në Këshill, ashtu siç e kam paramendu, se nuk do të pranohem lehtë, mirë po se do të kem situata çfarë kam kalu, vërtet mund të them se nuk i kam imagjinu, sepse është me keqardhje mund të them që Këshilli Prokurorial transparencën, llogaridhënien dhe meritokracinë si duket nuk i duron fort. Prandaj janë këto vlera që mu personalisht më kanë bërë të hyj në Këshill dhe të luftoj shumë në Këshill, sidomos për transparencën. Kjo është argumentuar në pothuajse çdo takimtimin. Nëse mirët pak kthehemi në retrospektivë e shihni që në shumë takime të Këshillit vota kundër ka qenë vetëm ndoshta prej votave tjera të antarëve të Këshillit. Pra, po i bjen që jeni sfidu si duket jashtëzakonisht shumë deri në këtë fazë, deri në gjëra që pothuajse janë bazike për ta ushtruar mandatin një antar në një organ kolegjial. Në këtë rast, a jeni befasu edhe ma shumë se sa që keni prit nga zhvillimet që kanë ndodhur në Këshillin Prokurorial. Nuk është që keni qenë shumë i pranuar, thatë edhe ju, si antar i shoqërisë civile në këtë Këshill. Madje ju doli problem edhe me rrogën. Çfarë ndodhi? Pikërisht, në momentin kur fillova ushtrimin e mandatit, nëse s'gaboj e kam dhënë betimin me 19 mars, fillun sfidat e para. E një nga sfidat ishte që kryesuesi i Këshillit në atë kohë, sikur me paralajmëroi se ju nuk e di si e keni kalkulu prezencën e juaj këtu, sepse ju në Këshill keni me marrë vetëm një si thuhet një meditje që ka qenë dikon nëse s'gaboja rreth 300 euro, dhe nuk e di pse ju keni ardhur për këtë shumë në Këshill. Dhe këtu kanë qenë diskutimet e para me kryesuesin dhe megjithatë unë injorova sepse kisha një vizion tjetër për Këshillin. Dhe ky vizion arrita të ndërtoj pas disa muajve, le të themi kështu, kur në Këshill pash edhe prokuror, antar të Këshillit, me integritet, dhe të cilët me bën të besoj që me mendu ndryshe ja vlen Këshill. Mesin e këtyre 2 antarëve prokuror du me i përmend me emra, ka qenë Veton Shabani dhe Arjan Gashi, të cilët më ofruan mbështetjen absolute dhe të pa negociueshme në kuptimin profesional edhe etik. Sinqerisht nuk është që nuk e kam mendu ndërheqjen nga Këshilli, sepse dikun nëse nuk gaboj 3 ose 4 muaj në Këshill, nuk kam marrë asnjë cent. Do thotë nuk kam qenë i paguar fare derisa
në një mbledhje të Këshillit diku nëse s'gaboj pas 4 muajve, është marrë një vendim që anëtarët jo prokuror të paguhen ekuivalent me prokurorin e krimeve të rana. Kështu ka qenë një farë modeli që zgjallan ata për të na angazhuar në Këshill. Megjithatë këtu nuk përfundoi, sepse në njërin anë e bllokojshin prezencën time në trupat të Këshillit. Ju e keni po ajo që kulmoi në një takim të Këshillit ku ma pamundsuan për të qenë antar i Komisionit për Çështje Normative me vota. Ata votuan kundër që unë t'jem antar i Komisionit për Çështje Normative, sepse sinqerisht kam menduar që ky komision, profili jam shkon më së miri në këtë komision, sepse kam një përvojë gjatë në hartjem të legislacionit dhe duke qenë pjesë e Komisionit për Çështje Normative, kam menduar që më shumë të më dhënë kontribut në këtë komision. Dhe pavarësisht këtyre refuzimeve të vazhdueshme që më bëshin për të qenë pjesë e Komisionit për Çështje Normative, kam vazhduar të përcjell takimet e këtij komisioni, shpesh edhe pa ftesë. Nuk kam marrë ftesë fare, do të thotë informuesha në forma të ndryshme korridorëve të Këshillit se me datën kaq do të jetë një takim i Këshillit dhe kam vazhduar. Po ndoshta do më ndodh dy çështje të cilat e kanë vendosur përfundimisht që unë do të vazhdoj punën në Këshill. Ka qenë mbështetja që kam marrë nga ambasada amerikane dhe mbështetja që kam pasur nga shoqëria civile, nga organizatat e shoqërisë civile që janë kredibile dhe monitorojnë punën e Këshillit. Nuk ka qenë vetëm çështja e pagës, mënyrë për me ushtru një farë presioni në raport me mu. Ka qenë edhe propozimi për shkarkim. Po thuj se në çdo takim të Këshillit, flas për vitin 2024, në çdo takim të Këshillit qoftë pikë e rregullt, qoftë pikë në të ndryshme, ka qenë propozimi për shkarkimin tim. Dhe në një takim kur u po kjo pikë si pikë e rënë e ditës, ambasada amerikane përmes updatit dërgoi një letër ku i bëri me dije anëtarët e Këshillit se nuk janë duke vepruar në pajtim me ligjin dhe se autoritet për të zgjedhë dhe të shkarku anëtarë një prokuror është organi që e ka zgjedhë, në këtë rast Kuvendit i Kosovës. Pra, kjo ka qenë një moment kur ambasada, le të themi, ja rikujtoi se ky shkarkim nuk mund të bëhet nga ajo, e as propozimi për Kuvendin për shkarkim duhet jetë i bazuar me fakte se cilat janë argumentet që kërkohet shkarkimi i tij. Dhe këtu nalt, do thotë, natku, mirë po ka vazhduar, mandej ka vazhduar edhe çështja e pagave, e consideration që një vendim që duhet rishikohet, do të thotë kanë qenë forma për ta penguar angazhimin tim në Këshill. Por këtu nuk më ndalen kur posh, siç e thash më herët që në Këshill ka njerëz me integritet, e mënyrë të veçantë ka prokurorë të cilët janë të interesuar me mbrojt ligjshmërinë, llogaridhënien, e transparencën, meritokracinë, vlera këtu të cilat besoj edhe shoqëria i don në Këshill.